Nëse gjithë shqiptarë qorë nuk paguajnë më taksa për suratin e Berishës dhe të Ramës, do bjerë ky pushtet me gjithë Berishën bashkë. Me gjithë i fundorin, 100 vjeçare që ka kapur që nga 68-ën, 8 mori tesën 10-16 komunizmin, e tani në çantë të rasa ka mjesim darkë si opozita e vetme, si njeri me moral. Hajdut. Pa fund pronat e tij në gjithë kryeqytetet e Europës. Edhe Zorzopit çunit ti, Zorzopës gocës ti, gruas ti, mbi gjakun e Gërdesit e gjithë pisliqeve tjera, e pse ka sa rrugaç që i shkojnë nga mbrapa, duhet ti nështrohemi ne presionit të këtij burrit të madh, të këtij mashtruesit, të këtij njeriu pa dinjitet. Edhe ky që tallet ky me këta. Ky tallet, ky më pushteti, më kali të shkoj. Tallet me një tjetrin. Ta të dy bashkë në tallin ne, pa tjetër, pa diskutim. Edhe do vi ky ambasador. Ky ambasador thotë se shqiptar qohen, nesër, ne do përkrajmë. Nëse nuk qohen, trinat, e le të shuhen. Unë ngërëzojnë se mbjen keq që ti ki fëmijët e mi. Kur trinë fëmijët e tuaj, edhe ti do jesh me këtë patos, me këtë nerv që kam unë. Se nuk të vjen mirë që fëmijët e fshatarit në kryet politikës të përzen nga këtu ku jemi 600 vjetë, përzen fëmijët e mi. Të se pranoj dot. Nuk e pranoj. Pse sa ishën politika i? Edhe ka ca 10 miliona euro që i qarkullon, kurse fëmia im nuk siguron të jetesën. Kështu është. Edhe prandaj ne duhet i flasim gjërat të ty don, ngren zërin më shumë këta. Ta ngren zërin kundra Olsi Dados, Erioni. Erioni për ta fut 2000 vjet në burg. Berishën 200.000. Po të kishte jetë. Me çka ka bërë? Metër edhe i 150.000 mas Berishës. Ta kalojnë këta më shumë ngre zërin maskaralliku i politikës, si sa drejtësia. Drejtësia është mekur nga sulmet e tyre. Këtu është shteti. Për sa kohë këta kanë atë të drejtën morale për të përtitur më shumë se ne që po vuajmë, por aq kohë këta do kemi kuriz. Do themi mbyllëm rrugën për palaçet. Ju jeni niveli i palaçove që s'keni lënë gjë pa bërë. Keni thënë të bardhën keni bërë të zezën, kusur s'keni lënë. Keni thënë demokraci dhe edhe në fund fare këti që herë të gjoja si se ky mburet, ky është paneti palaço, ky mburet thot në vitin 91, unë solla lirin demokracinë. Në solli ky lirin. Ku e mori lirin ky? Ne e bëm partin para ti. Ky na mori atë lirin që sollëm në aq pak, ky e mori. Solla lirin. Ku e ke? Në partinë e tij s'ka liri, nuk ka drejt zgjedhje. Edhe del me demek djeg bulevardin, e bën me atë ritualin e tij qesharak, kur tundaj flamurin i shohen shashkat, edhe Molotovën, del aty për votën e lirë dhe nuk lejon votën e lirë brenda partisë. Që këtu maskaralliku këtij ka marrë fund dhe është zhvulosur. Ky njeri s'duhet dalë rrugëve, nuk ka si këtë guxim të flasë ky njeri dali të shohë të tjerë në sy. Më merr ka jetën ti mua të ca vite. Nuk ka qetësi më të madhe politike Shqipëria se ai. Nuk ka më, po hik më pis në shtëpi atje, është shkolla në burg. Është minimumi i burg për ato vepra që të kanë dhënë. Se ke bërë shumë, ke lut duart me gjak bile. Edhe në bulevard atje, ta dënojnë edhe për atë. E ta marrin me gjithë grupin 50-60 vet ato krye maskaret. Pa bursat që i shkojnë nga mbrapa atij. A mund ta imagjinosh kesh pushtet nesër ta janë të pascipe dhe arrogant në pozitë. Albana Vokshin edhe mul nokën. Ti kesh pushtet nesër. Po jo më. Ta janë pascip më. U mendova se këta kanë bërë mend. Do bëjnë ca protesta, ta hapin krahun, të rinë atje, për aq sa kanë blerë. Mendojnë ta që prapë të na përdorin tani, morën jetën time, të marrin edhe jetën e fëmijëve të mi. Nuk ka tani. Gjë e parë që për të zgjedhur ky krye maskaraj politikës, të dalin nga politika, përgjigjet para drejtësisë, edhe përballë nesër, unë jam i bindur për shembull, ti që je përballë me këtu, je opozitar 1 milioner më efektiv se Berisha, po ti jesh në krye të një partie politike. Po s'të dhe Berisha. Unë jam i bindur që nuk e di çfarë dashish do pinte Rama, po ti isha unë në krye të opozitës.
Se Berisha nuk e merr pushtetin, nuk e jep njeri. Berisha meriton burgun e fundit me atë që bëri me Civitan. Është 1000% brenda. E thot Rama këtu e kam po. E komisioni qendror zgjedhje ta hapa thot. Duhet të ishte bërë prezent, transparent, 2 muaj mbas zgjedhjeve. Nuk është bërë. Pse nuk është bërë? Se janë bashkë. Kështu që këtë duhet godasin këtë, të çfarë do bëjë ambasadori gjë tjetër. Ambasada ka treguar veten në shtator të vitit 98 do të merrte pushtetin duke përdorur si tokmak arkivolin e Zemajdarit. I thonë, brenda orës 1 nuk u ktheve në zyrë, do të fusim i plumë kokës edhe të shkosh atje ku e meriton. Frekacaku iku. Frekacaka ishte, buracak. E din gjithë që po themu. Dhe kam konfirmuar nga të gjithë aktorët më të rëndësishëm politik të kësaj kohe, si nga pozita dhe opozita. Me një telefonash ka ai buracak. Kurse ne të tjerë s'kemi kusure. Ne po dalim në bulevard për të marrë pushtetin, realisht nuk kthehem më për shkakun, po ti e mund bën aty. Po ai pse kthehet? Si kanë thënë ata jashtë, me ty nuk bashkëpunoj. Mezi po pret t'japi lajmin e madh haberin. Po kur qenon grata nga Amerika dhe Britania, ajo s'quhet ajo. Ajo s'do të merr parasysh se ne jemi votë sovran. Sa ato i ka pësorësi. Kurse haberi na vjen nga Zoti. Në gratën e bën shejtani, haberin për t'ia heqë thirr nga Zoti. Ne ashtu kshu ne e njohim Berishën, kush është Berisha. Me syze amerikane do duket me bukur e Berisha apo ta Civitas. Kështu që ne duhet të ndajmë mendin, çfarë do bëjmë me veten tonë. Si e shpjegoni faktin që Spaku duket sikur ka rënë në heshtje ndryshe nga sa pati vepruar, po themi Altin Dumani kundrejt eksponentëve të korruptuar kryesisht të politikës. Po, kam unë dyshimet e mia, mbase nuk e bën dot vezën Dumani, ky gjë është. Ka rëndësi njeriu duhur në kohën e duhur, në mendin e duhur. Jo më kotë sulën Dumanit. Si Berisha, si Meta, edhe ky tjetri duke çuar punëtor të Erionit, pasaj krau tjetër. Dumani ka vënë një stek shumë të lartë atje, duhet ishte, për çfarë arsye nuk e vënë. Te Dumani i zbatojmë ligjet ne. Nuk e vëmë pse ishi i suksesshëm, më i miri. Se ne themi më i miri dali. Kurse kur themi që kush shumë zgjedhet krye PD-s nuk duhet zgjedhet më kryetar, është i shkarkuar automatikisht, ajo s'quhet te PD-ja. Këta që Dumani unë bën të gjithë bashkë të mos rizgjidhej. Mjafton të një ndryshim ligjor. Po ndryshuan vun Xhafën, asgjë s'dori me Xhafën. Në një ndryshim tjetër, ai komision do fluturojë nga me gjithë Xhafën bashkë edhe me gjithë ligjin bashkë. Ne prandaj duhet bëjmë opozitë, sjellim ligje të reja, edhe forma qasje të reja dhe mënyrë të re efikase, ligjore dhe të drejtë të menaxhimit pushtetit. Pushtet bandit nuk do të ketë më Shqipëria, kaq. Avokat, çfarë po ndodh? Politike për brendësi kriminale. Po. Çfarë po ndodh me dosjen e Belinda Ballukut, ku duket se tashmë pas miratimit në kuvend për mbrojtjen e imunitetit të saj, Spaku ka rënë heshtje dhe nga ana tjetër kam shumë frikë flas për Belinde, po mos e pyet fare për atë se s'do t'ja di për atë. Kalojmë kënë gjë tjetër, megjithatë. Po patjetër. Sa ta mbaj Rama, po tani mos më pyet se s'më intereson shumë. Megjithëse jo, pyetja ka shumë. Tani sa ta mbaj Rama, edhe sa të dali akuza re, këto punë ka Spaku. Kalojmë këtë dosje tjetër, se unë nuk e di si jam atje në Spak, që të them. Jo, patjetër, jo për detajet dosjes të caktuar, po deri ku mund shkoj Spaku se ka mbetur deri në këtë pikë dhe duket sikur ka ngritur duar. Tani ti pretendon që unë të bëj gjithë diturin? Jo, patjetër. Unë shoh që po vazhdojnë hetimet, edhe shoh që nëse duan të mbjetojnë politik, do jenë në Spakun. Nëse nuk duan, të vazhdojnë, më mirë bile se është fundi i gjithë epokës pastaj. Kjo është.
Nuk është puna e një personi, nuk ka më njëri këtu, ka persona që jo po jemi të fuqishëm, ne kemi krimin brapa, nuk ka më. Janë vrarë ca gjëra, mos kemi rë. Për këtë punë generali do të ketë gjuhë tjetër. Për këtë që po them tani, për këtë do të jetë adapt. Nuk do ketë njëri kollaj të bëj presione nga ato që janë bërë deri 10 dhjetor të 2025. Pra, po këto tjera tani detyra e SPAK-ut. Aty ka këshilltar amerikan, por detyra e BKH-s edhe SPAK-ut dhe policisë për atë pjesë bashkëpunojnë, duhet pastrojnë institucionet, duhet funksionojnë si OPG edhe hetusit tatimor, se si kemi përmendur, edhe ata do të funksionojnë, duhet pastrojnë akshit ASHK-ja, duhet bëjmë regjistrimin për herë të parë në mënyrë totale dhe definitive të pronave. Kur të hapet ajo puseta e akshit ASHK-s, atëherë do të shohim që si thuhet na paska prekur dhe pjesën e gjyqësorit të drejtësisë edhe pjesën e shorteve apo diçka tjetër. Sot ka dalë lajm i ri domethënë në media. Pra, ti shohim gjitha këto se nuk e vetëm këto. Mendoj që minimumi kjo parti që është në qeverisje duhet të ribëj qeverisin e saj, dhe pse akoma s'ka nërë mirë zyra ata që kanë nërë të rinj, por s'ka, janë jashtë ritmit, jashtë kërkesave të kohës. E vetme gjë që mund të kem një lloj dakordësie me këtë qeveri është të mos humbim këtë shansin real që kemi, duke parë dhe çfarë po luhet në politikat e mëdha në Bundestag nga kancelari Merz, edhe vetë geopolitika ka bërë që ata të mbyllin një sy e një vesh për problemet shqiptare dhe të na pranojnë, qoftë edhe me një status jo të plot si fillim, por që lidhe me rrugtimin në Europë, ne kemi tashmë 33 kapituj, ato duhet të jenë programi çdo qeverie, nuk ka më çfarë thot Berisha tjetër. Po s'bëm atë program, ne kemi arritur standardet dhe realisht edhe bëhemi vetë, po jemi të pranueshëm për familjen europiane. Kështu që të paktën atë pjesën e retorikës unë po e përkrah. Po kisha mundësi të kisha përkrah edhe me vepra, po këta shohim sa e duan vetë ta. Pjesa e veprave aty çalojnë se kur kërkoj Bashkimi Evropian zbatimin nuk e ka problem e teorisë, nuk e ka pas kur një problem kam kurse bëj dot ato që them. Të kalojmë pak në Partinë Socialiste ku duket se padi lëvizje kryesisht nga ana e Elisa Spiropalit kundër Edi Ramës, por tashmë duket se ka rënë gjithçka në heshtje. Ju si e shikoni, ka një lëvizje brenda Partisë Socialiste dhe një grup caktuar që mund t'i kundërvihet Edi Ramës për ta rrëzuar atë? Sati të kryeqeverisë, as që mos shkojmë mëndaj dhe kundërvihen, dhe japi mesazhe kështu pa kënaqësi dhe kaq. Trem potën, mos I merrni seriozisht. Pini kafe anë darkë për treguar që jemi në 3 këtu, dikush merr 12 veta atje për treguar që I kam 12 veta ta prish mazhorancën. Këta tjerë thonë bëjmë edhe ne 12 kraun tjetër ta prishim dhe ne mazhorancën. Sa tjetë nuk pranojnë të kalojnë opozita ata, duan të hanë pilafet. Sa tjetë epsia me pilafe pushtetit, aty do jenë. Harrojeni. Do me thënë Edi Rama I ka shuar gjitha zërat që mund ta reformonin Partinë Socialiste. Nuk e rrezikon kush vendin e tij. Është kujdesur mirë, të marrë njerëz që nuk kanë stofin e liderit. Ku I ke? Ku ka liderët? Kush është për liderët? Ta tani dhe duan të bëjnë liderin, do jenë një kopje keqe atij se kaq shumë e kanë adhuruar dhe po imitojnë se po çosh si sillet ai me ta, ata sillen me tjerë poshtë. Të gjithë I soj standard. Edhe kuptohet që kam mësuar nga njëti, kam pirë ujë tek njëti burim. Nuk është vrarë jetë funksionimi I organizimit të mendimit politik që është partia. Ka një person edhe këta tjerë që zbatojnë vullnetin e tij. Kaq, marrë po.